Së thaqit në dhomat e specializuara në Hag, palët mbajtën konferencën për ecurinë e çështjes, në cilën u diskutua për afatet në cilat planifikojnë të dorëzojnë dosjet finale. Mbrojtja e thaqit dhe Krasniqit u pyete nëse planifikojnë të thrasin dëshmitar të tjerë dhe kur do t'jenë të gatshëm ta përmbyllin çështjen. Mbrojtja dëshiron që të konfirmojë me 2 mbrojtje të thaqit dhe Krasniqit nëse janë dakord janë gati ta mbyllin këtë çështje, duke qenë se nuk kanë dëshmitar të tjerë. Mishetiq tha se ndoshta do të kenë nevojë që një dëshmitar tjetër ta thrasin për dëshmi. Hë për hë, nuk kemi dëshmitar shtesë, por kemi mocion në bazë të rregullit 153 dhe bazuar në të mbase mund të duam të thresim dëshmitar shtesë bazë rregullit 153, përse i takon dëshmive me shkrim, nuk parashikojmë të ofrojmë dëshmi shtesë. Mund të them bazë zgjidhjes së çështjes WO 4752. Në që del që duhet ta thresim të dëshmoj drejt për drejt, atëherë do ta bëjmë gjë të tillë. Ndërkohë me kërkesën e prokurorisë që dosjet përfundimtare të dorëzohen deri më 30 janar, u pajtuan edhe avokatët të mbrojtës. Siç kemi parashikuar, është të kërkuar afati 30 janar 2026, apo 60 ditë pas mbylljes së procedurës paraqitjes provave, cila do qoftë me vonshmja. Do të kërkoja që afati të ishte 30 janarin. Prandaj dhe ne e mbështesim këtë. Me këtë rast u tha se fjalët finale do të mbahen 45 ditë pas dorëzimit të dosjeve finale nga palët, eventualisht në muajin mars. Sipas kalendarit të speciales, këtë vit parashikohen edhe 13 seanca gjyqësore.